Për çmimin që ka si makinë luksi, është zgjedhja më e mirë që mund të kesh. Normalisht sediljet elektrike komplet, ftoje, ngroje, me memorie, që kontrollojnë xhamat, po të përfunduar janë cilësore. Që më pëlqet kjo gjenerat, është që ka pas dallim ndërmjet E-s, C-s, lëret kjo ka dalë ka qenë nevoja. Vetë çfarë diferencë ka 211 me këtë, ose 203-shi. Ka pas goxha dallim. Të rejat pastaj janë bojë soj pak a shumë. Harman Kardon boxet, frenat e dorës elektrike, këtu do ishte Night Visioni po ta kishte. Timoni të facelifti ka ndryshuar pak, po shumë mirë, sidomos të drunit. Normalisht tu ke butonat me ngret makinën, ke edhe këtë të ekranit, orën analoge, AMG të kanë IWC, kontrollin e klimës, kjo është formatik. Të 600 që të është V12, Comfort Sport për tul kokat mbrapa sedilëve, sediljet me masazh, lambar suportin normal, dinamike, kokat e sedilëve që përthehen. Tu ka këto për të shkruajtur numrat, tu kontrollo kompjuterin e bordit, volumi. Këtë standard ka majt edhe më vonë, këtu ka ato CD-ve, po sa bukur i ka të fsheta, mos me prish pamjen mu duk. Domethënë me ambient light që atëherë nivel tjetër, Benzi ka qenë në këtë periudhë pa të morë vetën se ka qenë zhgënjim 220 që, dhe te kjo pa të qenë fut all-in, maltimonin me butona me gjitha gjonat, edhe me marrë që mrapa, i kontrollo.